E ftuar në emisionin Big Brother Radio nëpërmjet një lidhje Skype nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë shoqja e ngushtë e Eglit, Paula. Ajo ka treguar më shumë rreth situatës së Eglit, arsyen pse ajo vendosi të rihynte sërish në Big Brother dhe gjithashtu është ndalur edhe tek raporti me Gjestin. Me Eglin jam njohur 6 vite më parë në Korç. Ajo është një vajzë shumë miqësore dhe ka një energji të paparë. Çfarë mendimi ka Paula në lidhje me rikthimin e Eglit sërish në lojë dhe a ka bërë mirë sipas saj? Unë mendoj që Egli u rikthye për Eglin, u rikthye pasi mënyra se si Egli doli nga Big Brother nuk ishte mënyra e duhur. Doli nga dhoma e rrëfimit duke qarë, ngarkuar emocionalisht në një gjendje gripale. Mendoj që u kthye sepse për ata ishte sikur kishte humbur një betejë dhe jo luftën. U rikthye që t'i tregonte vetes së saj se është e fortë dhe mund ta përballojë edhe një herë lojën brenda. Mendoj se bëri shumë mirë. Shumica nga ne nuk donim që Egli të rikthej në Big Brother. Shoqëria dhe familja e Eglin e priste shumë dashuri dhe shumë projekte të bukura jashtë, por ishte vendimi i saj dhe ne e respektuam.